Kujdes këtë ditë të javës. Astrologjia Mary Shehu parashikoi këtë të hënë se kjo javë do të jetë interesante. Do të fillojë ndikimi i hënës së re në shenjën e binjakëve, e cila konsiderohet jashtë kontrollit. Hëna është shumë e brisht, ndaj nga fundi i javës nuk duhet merren vendime të rëndësishme. Nesër takohet afërdita me Jupiterin në Gafore, duke sjell fat për disa shenja të ujit. Akrepi, Gaforja dhe Peshqit do të kenë 3-4 ditë me fat dhe optimizëm të madh. Data 10 qershor është një ditë e vështirë, sidomos për komunikimin dhe udhëtimet. Është një ditë ku nuk gjendet konsensusi. Kujdes, Dashi, Gaforja, Peshorja dhe Britjapi. Dashi, me 4 yje, ka një ditë me fat në çështjet familjare dhe pronat. Mbarësia po vjen. Fundi i javës sjell një periudhë shumë të bukur dhe erotike, me futjen e afërditës në Luan. Demi ka 3 yje. Do të ketë mbështetje në miqësi dhe shoqëri me shanse të mira nesër. Por pas nesër vinë vështirësitë, sidomos sherrre dhe debate në lidhje me punën. Kujdes. Binjakët, 3 yje, mirëpresin hënën e re jashtë kontrollit. Do të ndjehet kjo tendencë. Në datën 10 kanë plapasken pune dhe pasiguri ekonomike, por fundjava i ëmbëlson. Gaforja, 4 yje, është më me fat me projekte, dashuri dhe njohje të reja interesante. Megjithatë, kujdes me 10 qershor për çështje ligjore, karrierë dhe udhëtime. Kujdes i shtuar. Luani, me 5 yje, do të gëzohet nga hyrja e afërditës në shenjë. Një lajm i mirë po vjen. Priten suksese në projekte pune apo punë të fshehta, por ruajuni prapaskenave më datë 10. Virgjëresha, 3 yje. Do të ketë fat dhe përmirësim ekonomik gjatë fundit të javës. Të kenë kujdes në ndryshimet e punës ose në marrëdhëniet me institucionet shtetërore. Peshorja, 4 yje. Do të ketë një kurorëzim dhe fat në karrierë, por data 10 nuk është e mirë. Për disa pritet një aprovim, fejes ose martesë. Afërdita në Luan do t'i favorizojë shumë. Akrepi, 4 yje. Shkëlqen dhe merr lajme të mira fal pozicionit të Jupiterit në Gafore. Do të flasin për investime ekonomike, por duhet të kenë kujdes me shëndetin më datë 10. Shigjetari, 3 yje. Do të ketë një verë të mrekullueshme, argëtuese dhe shumë erotike. Disa do të përfitojnë para, ndërsa të tjerë mund të përballen me një ndarje ose pasiguri. Britjapi ka 2 yje. Disa çështje familjare komplikohen ose bashkëjetesat nuk shkojnë mirë. Megjithatë, ata të lindur në 10 ditëshin e tretë do të jenë shumë fatlum këtë javë. Ujori, 3 yje. Do të ketë marrëveshje të mira ekonomike dhe ndryshime pozitive në jetë. Pritet një lajm i mirë ekonomik që lidhet me punën dhe veprimtari të reja interesante. Peshqit, 3 yje. Janë të favorizuar dhe do ta kenë fatin me vete për disa ditë rresht. Kujdes nga shpenzimet e tepërta ekonomike ose ndonjë siklet në marrëdhëniet erotike. Kjo ishte pasqyra e yjeve për këtë javë nga Mary Shehu. Qofshi të vëmendshëm dhe me fat.